Tre shqiptarët e dhunuar egërsisht në malin e Ziu rikthyen në Shqipëri. E fillimisht kryen kontrolle mjekësore në urgjencën e Shkodrës. Dëshmia tashmë e zbardhur e njërit prej tyre, Klodian Meajt, duket se konfirmon faktin që sulmi ka ndodhur për shkak të simboleve kombëtare. Kishin flamurin shqiptar në pasqyrën e mjetit me të cilin po udhëtonim, është shprehur i riu. Ndoqëm pa probleme rrugën deri në Herceg Novi, ku ndaluam shkurtimisht për shkak të disa vështirësive me mjetin. Aty u mblodhën një grup personash që nisën të godisnin automjetin dhe më pas na u kthyen dhe neve duke na dhunuar fizikisht pa asnjë arsye. Mësohet të ketë thënë ai ndërsa sqaron se brenda makinës ka qenë duke komunikuar me zë shumë të ulët, ndërsa këmbgul se nuk ka pasur asnjë provokim nga ana e tij apo e dy shqiptarëve të tjerë, Azem Dervishit dhe Doris Kopaçit. Ky i fundit konfirmoi më herët jashtë kamerave për Top Channel se ishin goditur me sende të forta në kokë dhe trup. Ai shtoi se kishte marrë vetëm 2 goditje, ndërkohë që shokët janë dhunuar më shumë, ndërsa tha se nuk kanë mundur të reagojnë dhe nuk kanë kthyer mbrapsht sulmin ndaj dhunuesve në asnjë moment. Edhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve në Malë të Zi reagoi ndaj rrahjes barbare të 3 të rinjve shqiptar atje, duke kërkuar një shpjegim për incidentin i cili, nga sa pohoi kreu i tij Mehmet Zenka, u shkaktua nga 8 persona që mbanin veshje të tipit ushtarak. Sipas vjestit, forca politike në fjalë ka kërkuar një përgjigje të menjëhershme nga institucionet kompetente. Dua u bën thirrje urgjente organeve përgjegjëse dhe kryeministrit Milojko Spajić dhe ministrit të punëve të brendshme Danilo Saranović, që të marrin të gjitha masat e duhura për të zbardhur rrethanat e sjelljes së papranueshme ndaj 3 shqiptarëve. Duam të dim se cili është shkaku i këtij çndrimi, thuhet më tej në njoftim.